kemi edhe korrigjim për punën e qeverisjes. Kur po flasim për Partinë Demokratike të Kosovës, një fotografi mbrëm mes Zotrit Kurti dhe Bedri Hamzës ka bërë gjërën e internetit. Ka ndalë me mira spekulime, regjia po besoj na ndihmon fare pas pak edhe këtu në ekran për ta parë, ka diçka më shumë se sa thjesht një ndeshje basketbollit? Më besoj që po të shohim gjatë këtyre 4 viteve kemi shumë takime të kryeministrit Kurti. Sepse spekulua që mund të jetë një bisedë për diçka pozitive sa i përket konstituimit. Unë nuk besoj që në një ndeshje basketbolli kryeministri ynë ka gjetur rastin që të diskutoj për këtë çështje. Mendoj që vendet për diskutime që ndërlidhen me zgjidhjet politike janë në institucionet tona, janë në objektet e partive politike. Normalisht që kryeministri gjatë këtyre 4 viteve ka pasur takime të shumta me Bedri Hamzën, po edhe me shumë antarë të partive të ndryshme. Ashpër jeni në deklarata ndaj njëri tjetrit, qoftë deklarata që vinë nga Partia Demokratike, qoftë nga lëvizja vetëvendosje kundrejt njëra tjetrës, megjithatë këtu duken shumë të lumtur. Po ne do të funksionojmë në këtë mënyrë, ne dallimet politike nuk do të shndrojmë në problematika personale dhe unë vlerësoj që kjo është vetëm një dëshmi që shoqëria jonë është duke ecë përpara. Çfarë prisni nga seanca që do të bëhet nesër? Ka gjasa të ndryshojë diçka apo do të kemi një epilog të njëjtë? Ne normalisht do të vazhdojmë me propozimin që kemi për kryeparlamentar, por edhe do të presim edhe përgjigjet nga gjykata kushtetuese rreth mënyrës së votimit, por unë vlerësoj që nesër do të jetë e njëjta gjendje siç ka qenë ditëve të kaluara. Po. Të kalojmë tani tek një çështje tjetër. Me 25 maj, Kosova mirëpret një nga stërvitjet më të mëdha ushtarake shumëkombëshe Defender Europe 2025, drejtuar nga Komanda Evropiane e SBA-ve, forcat e NATO-s dhe partnerët të tjera. Së pari, si mundet, me qenë se po flasim për konstruimin e kuvendit, a mund të ndikoj këtë gjë mos formimi i institucioneve dhe mos konstruimi i kuvendit Defender Europe në këtë rast që do të bëhet me 25 maj? Jo as pak, dhe mendoj që kjo është një përparësi që tani më kemi si vend, kemi si institucione, sepse kemi krijuar një qëndrueshmëri, pavarësisht mungesave në një fushë të caktuar në aspektin e institucioneve shtetërore. Pra ne kemi një qeveri në detyrë që është duke vazhduar që të funksionojë dhe të kryejë detyrat ato që i ka të lejuara, normalisht gjithmonë duke pas parasysh edhe kufizimet që i ka, dhe kemi institucione tjera që janë duke funksionuar në vazhdimsi. Mes tjerash është edhe Forca e Sigurisë së Kosovës, si institucion që ka vazhduar dhe vazhdon të kryejë aktivitetet e saj, si në raportet me partnerët, por edhe në aspektin e stërvitjeve edhe furnizimeve me armatime. Në këtë rast edhe Ministria e Mbrojtjes, si drejtuese politike dhe administrative ushtrisë së Kosovës, vazhdon që të jetë aktive. Ushtrimi Defender Europe 25 normal nuk ka filluar që të organizohet dhe planifikohet sot. Së paku një vit para kësaj date kanë filluar ato konferencat planifikuese me qëllim që të përgatitet ky ushtrim. Është për të theksuar që është jashtëzakonisht e rëndësishëm fakti që vendi ynë është vend pjesëmarrës i ushtrimit Defender Europe 25. Ushtrimi Defender Europe 25 është një ushtrim që planifikohet, organizohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nga ushtria SBA-ve për Evropë dhe Afrikë. Është ushtrimi më i madh vjetor që ndodh në regionin e Evropës. Në këtë rast, Defender Europe 25 do të zhvillohet në 3 zona kryesore, në pjesën e Skandinavisë, pra në vendet skandinave, në pjesën e Evropës qendrore dhe në pjesën e Evropës juglindore. Diku 25.000 ushtarak nga 29 vendet e NATO-s do të jenë pjesë e aktiviteteve të ndryshme në këto 3 zona që i theksova, dhe vendi ynë, Republika e Kosovës, përveç që do të dërgoj trupat e saj në këtë ushtrim, pra i kemi dikun 1.000 pjesëtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës që marrin pjesë në kuadër të këtij ushtrimi, një pjesë e madhe tyre në Republikën e Kosovës, por edhe në krahasi Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Republika e Kosovës, pra përveç kësaj, do të jetë prap vend pritës i këtij ushtrimi,
që vlerësoj që gjithashtu është një arritje madhe, sepse jemi në mes të 18 vendeve, pritëse të ushtrimit Defender Europe 25, prej atyre 29 vendeve pjesëmarrëse, dhe për këtë vit, për këtë ushtrim, veçantia që është më rëndësishme, mund të themi, është fakti që ushtria e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë ka besuar në institucionet e Republikës së Kosovës, në qeverinë e saj dhe në ushtrinë e Kosovës, që në Kosovë të vendos komandën taktike të divizionit 28 të Këmbësorisë, e cila do drejtoj me gjitha trajnimet, operacionet dhe ushtrimet që do të ndodhin në Ballkanin Perëndimor. Pra në krahasi Shqipëri, Maqedonitë Veriut dhe në vetë Kosovën. Pra në Kosovë do të jetë komanda që drejton komplet ushtrimin në Ballkanin Perëndimor, që për ne me të vërtetë është arritje jashtëzakonshme si vend, sepse kjo dëshmon për besimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në ushtrinë tonë profesionale, por edhe në institucionet tona. Në Republikën e Kosovës ushtrimi do të filloj pra nga data 25 dhe do të vazhdoj deri me 6 qershor. Kryesisht aktivitetet e këtij ushtrimi do të zhvillohen në pjesën perëndimore të Kosovës, pra në zonën e trajnimet në Babajt Bokës dhe në aeroportin e Gjakovës, dhe siç e thash edhe më herët, duke qenë ushtrim që ka element nga të gjitha vendet, edhe në Republikën e Kosovës do të kemi zbarkim përveç trupave amerikane që do të drejtojnë ushtrimet, do të kemi zbarkim të njësive ushtarake nga SBA-t, më saktësisht nga Garda Kombëtare e Ajovës, nga Republika e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Republika e Kroacisë. Me qenë se Kosova është një koqire këtij